mrena një klase. 65 vota e ka ma shumë. Eugen, çka ndodhi me idenë e sistemit votimit elektronik që është përmend që është para 10 vjete? Në fakt, unë besoj që këto zgjedhje kanë tregu që na kemi individ pa përgjithshëm cilë nuk e meritojnë me administru procesin, e që si shoqëni ne dojmë me pa drejt zgjidhjeve digitale. Në krejt bota është shku ka digitalizimi, na leqen Po përmend para 10 vjete, përmend para 10 vjete kjo punë nuk kanë shumë e thjeshtë, si di me sa u kanë projekti. Ka qenë kosta e aria zakonisht olt, ka pas mungesë vullnetit politik atëherë. Ka pasën, atë kohë tani si shëmujt mu prej kutit. Pikresht. Unë mendoj që partive politike deri diku po ju konvenon një situatë të tillë ku secila mundet me kontestu procesin, edhe mundet me kontestu në bazën ku... Edhe më rritu votën të njerëz të ndëgjueshëm. Pikresht, që me i shty kandidat caktuar përpara. E unë mendoj që në këtë situatë është i domosdoshëm që na me kalu edhe nëse jo drejt votimit elektronik, për shkak se është pak më i kushtueshëm, muj me kalu drejt numërimit elektronik. Numërimi elektronik është, për me kuptu në basa dhe shikus të juve, për shembull në këto testet e maturës, përgjigjet ato skenohen 5 minuta masit kryet procesi. Ajo fleta që është hynë në skener, edhe skeneri i gjeneron automatikisht rezultatet. Me një format tillë që kish kushtu jashtëzakonisht më pak se sa që po harxojmë na me këto numërime, rinumërime, krejt të tjerat, komisioner 2-3 fishtes, unë besoj që e para e rritë saktësinë e procesit, pra nuk ekziston mundësia me ndru më ato vota, e dyta garanton që procesi kryet mrena ditës, nëse jo mrena pak orëve me votat kandidatëve me krejt, e vetmja e metë është që nuk ka shumë transparencë. Për shembull, në Shtetet e Bashkuara, edhe pse nuk është nashta modeli adekuat për me marrë në aspekt krahasues, ka qenë vitin 2000 dhe 2002, ai butterfly effect, ku për shkak të skenerëve që nuk kanë punu mirë, do vota janë llogarit gabimisht, e që të na, kena prirje mos me ju besu as njerëzve kur i numrojnë lemo teknologjisë. Parregullësit, cilat kanë qenë parregullësit më mbajnë këto zgjedhje? Në ditën e zgjedhjeve nuk janë hasë në parregullësi që është indikatori jashtëzakonisht. Jashtëzakonisht. Se përket vetësimit qytetar dhe demokracisë nuk ka pasur. Parregullësit do të jenë mrena. Pra, e para janë parregullësit mrena llojit, pra, se me thonë, manipulimet e kushtimesh, me thonë, hajnin më të mëdha, po ndodhin mrena vetë subjekteve politike, jo në mes të partive politike, edhe dyta kanë qenë ndërhyrjet në zgjedhje. Jam përmend, në fakt, për herë të parë kemi raport ndërkombëtar, në këtë rast emisionit BE, që ka deklaruar që gjatë fushatës ka pas ndërhyrje në zgjedhje, e që njëra ka qenë deklarata e Richard Grenellit për Albin Kurtin, e dyta ka qenë ndërhyrjet e Serbisë që janë të zakonshme, e treta, problemi më i madh i këtyre zgjedhjeve është kjo çështja e dështimit të rezultateve në natën e zgjedhjeve. Ne ende nuk e kemi një verzion zyrtar nga KQZ-ja, se që ka ndodhur atë natë. A ka qenë sulm kibernetik, nëse ka qenë prej ku ka ndodhur ai sulm kibernetik, ka pas aludime që ka qenë nga IP ruse e tjera, problemi është që KQZ-ja tu mshef mas prokurorisë, pra të thonë që na po e presim përfundimin e procesit, e prokuroria mund në 3 vjetë mos me dalë me asnjë raport. Qa që ka ku prokuroria, që i bjen potencialisht ne i organizojmë edhe 2 ose 3 palë zgjedhje tjera, deri sot të kuptojmë që ka ndodhur natën e zgjedhjeve. Në rëndësi, se për deri stash fillojnë edhe nga vetë vendosja, apo flitet, prapa kamerave thonë që jena dëmtuar e kam bjedh 5%. Absolutisht, pra, qësi është narrativa e vendosja, ne kam bjedh 5 deri në 6% ako jena dëmtuar prej votave. E në anën tjetër, njëtën e pretendon edhe opozita. Do të thonë, qa ashtu ndodhë është fakti që KQZ-ja nuk po del me sqaru që ka ndodhur atë natë. Të paktën versionin preliminar. Unë nuk pres që KQZ-ja më ia dhon, se më thon, vullën kësaj pune. Po të paktën duhet një version preliminar se çka ka ndodhur, në mënyrë që palët, qoftë pozita ose opozita, mos me pas më këtë mundësinë e kontestimit procesit. Mas shumë të dëmë këto zgjedhjeve ju ka bo vetë KQZ-ja. E para ka qenë tepër jo transparente, në fillim nuk ka tregu për ditona se çka është ndodhur me procesin, pastaj kur ka fillu me i publiku pra këto rezultatet, ka transparencë plot, procesi është i sigurt, edhe po del qasë në këto qendrat komunale të numërimit nuk ka qenë qashtë i sigurt procesi. Edhe aty komisionerët pas kanë manipulu, e ata janë staf që janë angazhu prej KQZ-s. Jo, domos do drejt për me të mba përgëria ka me ongër dikush burg pikrisht për prekin e këtyne votave. E fundit krejt, Eugen, lizi i ri për zgjedhjet, a e lehtësoj apo e vështirësoj procesin e zgjedhjeve? Unë menoj që ligji i vitit 2023 ka kompliku procesin edhe është arsyeja kryesore se pse na jemi në këtë pikë. Janë 3 elemente. Për te kur është bërë reforma, veç për me qartësu, kanë thonë që po ja adresojmë rekomandimet e BE-s. Kanë qenë dikun ja 50 rekomandime gjithsej.
Po që kanë bo partitë politike është masi që i kanë adresu krejt këto, i kanë bo 4 ndryshime tjera që janë në